sërish në studio të nderuar shikues, dhe tani të zhvillojmë edhe bisedën e fundit, por jo për nga rëndësia për sonde. Du flasim për premierën e filmit The Lemurian Candidate me producenten Antonita Castroati dhe me regjisorin Casey Cooper Johnson. Kënaqësi e veçantë ju kemi sot në studio. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Një rikthim pas shumë vitesh në radio televizionin e Kosovës. Me vërtet, kam shumë kujtimet këtu në RTK. Me projektin Dhëndri i Kosovës, kurse mban mend. Patjetër. Edhe kështu filloi edhe mbeti Dhëndri i Kosovës. Kështu. Hala. Edhe shpresojmë edhe gjatë, edhe shumë deri në fund të jetës. Mirë, na tregoni për projektin. Besoj që tash shumë vite së bashku, edhe profesioni, po edhe puna gjithmonë ju ka sjell për shkak edhe fatit kështu të jetës, po edhe pjesës punës. Na tregoni për këtë projekt të ri. Po, Lemurian Candidate është kandidati Lemurian është film i metrazhi gjatë që kemi xhiruar në Kaliforni para 2 viteve, edhe tash domethënë kemi përfunduar, kemi premierën. Është një film komedi, zhanër i përzim edhe me sci-fi, është fantastik shkencor. Është tregimi me 3 shokë që shkojnë camping, një udhëtim në mal. Një ndihmu njëri për shokëve që ka pak probleme mendore dhe është izolu pak, edhe ndërkohë ata shkojnë minimu ati, ndërkohë ai ka kido plane tjera për me gjetë, me kërku një civilizim të vjetër të jashtëtoksorëve që ekzistojnë në mal. Edhe do me thonë këtë udhëtimi shndrohet një kërkim për jashtëtoksorë edhe të kuptimit, do me thonë. Po filmi është do me thonë për miqësi edhe për qatë sanë që kanë erdhush, s'mundesh me ndihmu të njerëzve që kanë nevojë apo. Ne kemi edhe trailerin e këtij filmi, i cili do të jetë premierë nesër në një prej kinemave të Prishtinës, por po propozoj që ta shohim, e kuptojmë pak edhe për mënyrën e asaj që Antonita na tregoi shkurtimisht rreth tematikës, për edhe për realizimin, dhe më pastaj kthehemi dhe vazhdojmë bisedën në studio. This is gonna be a total shit show. Stan. Going on the mountain with my 2 best friends. Behold the mountain mother. The epic adventure begins! Where's Jesse? Jesse! There's something I gotta tell you guys, but it's gonna be impossible for you to believe. There's this whole other civilization called Lemuria. They're 10 feet tall. They glow with light. They instructed me to come here and receive secrets on how to save the Earth. I'm not denying climate change. I'm denying that ancient aliens are living under the mountain. No, Jesse, come on, man. I'm looking for the portal to Telos. I'm gonna karate chop you. Let's make contact. This is an orgy, right? I'm so down for this. Ever since I made contact, agents have been chasing me. We are concerned about your mental health. We gotta get rid of our food supply, man. You wanna show us your badge, officer? I'm not an officer, I'm a ranger. Gotta help him take his meds. I think we should all take some medication. Never did, never will, never care about a thing. I think I wanna have 13 kids. It's working, baby. Everything feels so clear right now. Not really coming apart. God! Not my rules! You backstabbers! You don't look so good. I think they took too much. E pam kështu trailerin e këtij filmi edhe e komentuam kështu shkarazi kështu tu e shiku, po që boni përshtypje edhe xhirimet shumë bukura dhe produksioni që besoj që i keni hap shumë rëndësi apo jo. Tash fillojmë për detajet e filmit me bisedu. Kasim? Për detajet? Për realizimin. Për produksionin, për realizimin. Pa, mas pari filmi qëndrohet në një mall veçantë në Kaliforni, Mount Shasta, edhe aty po qëndron familje Cooper. Familja ime është nga Mount Shasta edhe aty ka këtë legend që nën
mal jeton Lemurians nga një galaksi tjetër. Është një legjendë, domethënë. Është një legjendë. Ekziston vërtet. Ekziston vërtet. Dhe vinë me vizitua dhe prej vanëve tjera. Edhe në qatë rajon ka gjendje, në Amerikë ka gjendje shumë raste që njerëz shikojnë UFO-t, të fluturu nga mal. Jo UFO, po UFO-t. UFO-t, jo UFO-t. Domethënë kjo legjend ekziston në qatë vend ku kam rrit për shumë vitet, edhe kjo ka qenë ide me bo një film me qatë prapa vi. Kemi shku me një budget shumë të vogël, mirë po kemi pas në shumë ndim nga familja, nga qyteti, nga bizneset vogla në këtë qytet, se kjo qytet ka 5.000 njerëz, është tepër vogël, është malsor. Edhe qajo ka qenë një punë shumë familjar që Antoneta dhe une, qika tonë që janë në fakultet, kanë ndimu, kanë qenë në ekip. Mirë po edhe kemi pru njerëz nga Los Angeles që janë profesionist, që na njohim atje, edhe kemi pas një përzimje mirë. Kemi pas profesionist shumë të fort, po edhe kemi pas një komunitet që ka qenë, që na ka mundësu me bo diçka shumë ambicios me budget vogël. Përparësia është për gjëron një vend, domethënë që ki njohshëm, që ki familje. Njëjtin sana kemi bo që kemi bo dhe me filmin Zona, që kemi gjëru në regionin e Pezë, domethënë unë jam prej, aty kemi pas qatë shumë ndim edhe prej komunitetit, e kemi bo dhe të njëjtin sana atje dhe na kanë ndimu krejt. është një ndjenjë veçantë se jemi lidhë edhe me qytet. Kemi pas mundësi, domethënë. Po ideja fillimisht ka qenë me bëjmë një ekip tepër të vogël, 4-5 vetave që ta bojnë filmin, po masane është zgjënu edhe... Pra le themi është një për këtë fakt. Që u zgjënu ekipi, besoj që jeni të lumtur. Po, se kualiteti, se edhe një kamerë dhe një drisë, është po edhe filmi është gjiru në eksterior, dhe me thonë natën gëgja shumë. Edhe ka gëgja shumë efekte speciale, për shkak se ka me UFO, me psikedelik, po. Ndërka që duke qenë se është pjesë e identitetit të vendit prej nga vjen, ku je rrit me këto tregime me cilat ti ke kalu fëmirin, rinin dhe si që thatë, pra është një vend cilin vim vizitor enkas për shkak të këtyre legendave, besoj që është një projekt që e ke mendu shumë gjatë, se si me e realizu. Tani, kur jemi në prag të premierës në Kosovë, je i lumtur me krejt realizimin e këtij projekti që është, besoj shumë intim për ty, duke qenë se është familja e përfshirë, duke qenë se është identiteti yt i përfshirë në këtë projekt. Është ndjenje shumë e mirë njaf sepse besojmë që film ka dalë qysh kemi pas dëshirë. Kemi kry një turneo në për Kaliforni edhe Oregon, West Coast, 10 qytetet, e kemi pas një provoj shumë mirë në kinemat atje, ku bazohet tregimi, e tash për me mujt me pru film këtu në Kosovë dhe me tregu miqt këtu, filmin është një ndjenje super. Kush janë aktorët që po i shohim? Aktorët janë Dakota Shapiro, është prej Australisë, po janë këtë bazum në LA, është Oliver Cooper, ky ka qenë në gjatë do filma, domethënë ma herët, komedi që janë edhe të popularizuar. Edhe Dakota ka qenë këto Hunger Games, se di shumë. Keni qenë të knaqur me atë që ju e keni konceptuar dhe këta e kanë përqafu krejt mendimin e juj, kështu si koncept, keni qenë të knaqur? Aktor tepër shumë. Po, gjithçysh, edhe kanë qenë gjatë kështu. Do shta edhe bashkëpunues, keni pas kështu kimi gjatë? Është diçka që kur kemi nisë, kemi ditë që kjo ka me qenë një gjërim vështirë për aktorët, se nuk ka kushtet qysh zakonisht aktorët kanë. Dhe më thonë, 3 javë malë, pa trailers, pa dhe në kushtet të mira. Mirë po, ata kanë qenë shumë disponim për me hek
pak edhe me kon pak ma rugged. Ju ka pëlqyer skenari, masani. Edhe e njëjta është edhe këtë ekipa që kanë punu, domethënë kamermanët, ndriçues, këtë kanë punu shumë. Edhe zakonisht ekipa për çfarë filmi është shumë i madh deri në që ne kena pas një ekip shumë të vogël. Po e ka një shumë prej vetën se kanë pas pasion për projekt. Edhe nuk i qatë shumë, nuk është që ndodhin qatë shumë filma, domethënë independent, filma të pavarur, që është edhe kjo. Është veçantë në Kaliforni me bo film ashtu, po më duket që tu në Kosovë është shumë po dim që gjithë filmat që gjërohet tu, krejt ekip. Buxheti i vogël. Mundon shumë, ka shumë, ata realizohen shumë mirë sepse ekip edhe aktor tu e duan shumë punën, edhe punojnë shumë fort, edhe bëjmë sakrifisë ashtu ndoshta kemi mësu për që bëjmë filmet tu në Kosovë për me realizu këta në Amerikë. Ju ka që përmendet premierat që keni pas në disa vende në Kaliforni, çfarë ka qenë komentet që ju keni marrë, përshtypjet e shikuesve bashkëpunëtorëve rreth filmet? E kanë pritë shumë mirë, edhe ka pas domethënë kitë kanë kesh, gati të kohën shumë, po edhe për në qëtë kohë domethënë se situata politike edhe financiare gjithkund është shumë e rëndë. Që cena kanë përmenë që ka nevoj pak me kesh, më shliru, edhe filmi është pak si qmendur, ka dhe skena shumë interesant, kështu dhe jënë kënaq, po dhe të njëjtën kohë ka atë anën emocionale, se filmi në fakt, edhe pse është goxhar këtu, se edhe është për miqësi, dhe me thonë, edhe e ka një bazë shumë personale, dhe me thonë filmi. Se është pak inspiruar prej një shokut Casey që ka pas. Edhe është që në ju them që nuk ka mujtë kur me bo me to, sepse ai ka vdek. Edhe ai ka pas kështu probleme mendore, kështu që amo ka qenë shumë i talentuar. Do të thonë është ajo pjesa që përçohet, po në anën tjetër është goxha edhe argëtues me pa. Se është komedi. Për të drejtë në drejtë, edhe ndoshta edhe energjia edhe ata që keni sjellë kështu si aktor. Po më intereson sa besoj montazhi është diçka shumë e rëndësishme, edhe sa ju ka marrë gjithë koha, edhe ka pas raste kur e keni përsëri ndoshta edhe xhirimin apo thjesht ka përfunduar kështu? Jo, xhirimin e kemi pas 18 ditë, edhe mos kena pas. Çka ka shkuar sipas planit? Po, në fakt 16 kur të konsideron edhe kohën se u dash në udhtu në mal çdo ditë. Që është një kohë tepër e shkurt me xhiru, ka pas do skena për shembull që u dash vetëm një kuadër. 2 kuadra, që u kanë ma problem në montazh, se nuk kemi pas shumë opsione. Kjo është për shkak buxhetit, se kur ki buxhet ma shumë, gjiron ma shumë ditë, mund është ma shumë kuadra, po këtë shkrimi skenarit edhe produksioni ka marrë një kohë shumë atë shkurt, këtë 6 muaj, po masanej post-produksioni, do më thonë montazha edhe efektet vizuale kanë marrë shumë atë gjatë, gati 2 vjetë, montazha ka marrë 1 vjetë, edhe normalisht unë e komentu filmin. Si ishte që eksperiencë? Shumë eksperiencë e mje, se unë zakonisht, edhe pse kom nështë pak në skem komedi, po unë e filmat i kom këtë ndrysha, që i shkruj edhe jam regjisore, edhe që kom montu zanën. U konë pak edhe freskuse me punu një film, do të thonë që është komedi, po ka pas edhe sene interesant me montu, se ka shumë efekte, ka shumë ritmi është ma i shpejt, ma interesant, kështu që kom eksperimentu gëgja shumë, që ajo më Mësoj që ka qenë përparësi edhe fakti që ke qenë edhe në shërgjërim, i ke pa nga afër edhe ke ditë shumë alet punën e montazhit, se jo çdo herë montazherët janë në shërgjërim, ose le të themi shumë rrallë, mundet me ndodhë që montazheri sepse ai ka punën e postproduksionit, po ti ke qenë involvuar prej fillimit, kur ka nisë me u shkruaj si koncepte, më pastaj edhe tek pjesa e postproduksionit, dhe kjo e ka pasuruar akoma më shumë idenë se si me u ndërtu filmi apo jo. Gjithçysh, po edhe fakti që jam regjisore dhe ajo ka ndihmuar. Edhe kjo patjetër. Ka qenë një përparësi shumë të madh që kur ishim në skenë edhe po ndodh 1000 senet në një moment, gjithmonë kam pas Antoneta me kon aty të këqërbiq, edhe nëse është aktrimi mirë, nëse detajet janë të mirë, edhe shumë senet ka kap që
ndoshta unë kisha hup. Në betej. Nalemi këtu, sa ka ndryshu kështu? Produksioni, pas-produksioni, tash me të vërtet ka çdo ditë kamera të reja, ka risjellën këtë profesion, çdo ditë e përmendet që ndoshta për shkak të buxhetit mundesh edhe më shumë me u zëru, po duke ditë që jeni profesionist fushës, sa ka ndryshuar dhe sa është vështirë sot me realizu një film. Në fakt, në do aspekte është ma lehtë me realizu teknikisht. Po, nuk mendojmë shumë për kamerë ma, se gjithë kamerat janë tepër mirë. Po me Alexa, do me thonë, kemi marrë. Kemi pas një koproducent që i ka pru, do me thonë, pajiset. Po më doket që për neve rëndësia më e madh ka qenë aktorët. Në përgatitja, edhe me pas buxhet vogël, për neve është 90% vëmendje ka qenë të casting, edhe nëse aktorët janë të mirë, gjithçka tjetër sillet mas atënve, se ata janë rrotët e para, pa të dëgju kështu. Patjetër. Një regjisor kështu një bilet juaj. Kjo ndoshta nuk ka ndryshu me krejt senet që ndryshohet teknologjia dhe prapë se kthehet aktori në film. E ka rolin e vetë kryesor. Kaq se flasim pak për premierën që është nesër në Prishtinë, na tregoni pak detaje, është me ftesa, është e hapur, aktorët po besoj nuk janë të pranishëm duke qenë kjo distancë, sepse po flasim për Kaliforni dhe Kosovë. Po, fatkeqësisht nuk janë, edhe pse kanë qef shumë me konë, po është financiarisht vështirë me realizu. Po premiera është, do të thonë, Cineplex në ora 8, nesër, po në 7 kemi koktel, kemi pak fotobooth, po është janë edhe do bileta online që mujnë shikus me ble, janë edhe pak vendet hapuna, po është edhe një shfaqje, do me thonë, 5:40, edhe një tjetër në 10, kështu që nesër kanë mundësi, do me thonë, edhe me pa filmin. E për premier janë ma të limitume, janë vetëm edhe ullëse që janë të hapuna, po mas asaj është një javë. Do tjetë në repertor për një javë? Do tjetë në kinema në Cineplex Prishtina edhe në Cineplex Prizren për një javë. Mendoni që me filmin të konkuroni në këto festivalet, ta shëtet një filmin, jo vetëm shembull në Kosovë, po thjesht të konkuroni me film, pasi që ka mundësi, pse jo? Nuk po konkurojmë në festivalet me këtë film, po me përtet vëç kemi nisë udhëtimin e kinemas, edhe tash është në kinemat, një 2-3 kinemat në Kaliforni, që po vazhdon atje me lëviz. Nuk është sikur filmat ndaja që hapet në 1000 qytetet për një ditë, po uton. Gradualisht. Po jemi të zgjanu, do me thonë edhe me kjo, e kemi edhe distribuimin, jemi të bo pak ma ndryshe, se normalisht, për shkak se edhe jonë të ndru edhe në Hollywood, do me thonë, nuk ka distribuimi, ka ndru veç është edhe për Indi, ja ka njës një proces ku e bon edhe vetë distribuimin, ose hibrid, gjenë audiencën, shkon në qytete ma të vogla, edhe ideja është mu zgjanu, audienca me shku direkt audienca, pa distributor, po na kemi pas turnejnë, tash jemi në biseda me distributor, ma të mdaj edhe të njëjtën ku që mu zgjanu, do me thonë. Me dy bazët, Kaliforni edhe Kosovë. Po, masani nazi... Tani bota. Po, ideja është me pas në, do me thonë, edhe qatë copyright filmit. Se kemi hek shumë e po dojmë... Ama me që direkt audiencë, se nuk po shkojnë shumë kinema. Ka ndru, do me thonë. Numri njerëzve që shkojnë kinema shumë ajolt, edhe ideja është me bo edhe sene që i shtin, nështë ta i inspiron për me dalë prej shpis me pa filmin. Do me thonë qatë qasi e kemi pas, apo dhe në se cilin vend ku kemi shku, kemi pas shtu fotobooth, kemi pas pak party, edhe kanë arë njerëzit. Që me i shty më shumë për me me arë. Suksesi i madhë u konë kër e kemi shfaq me Manchester në vendin kur zgjiru, se që aty normalisht gjithë e ki atë frike, na ka mi pëlqy njerëzve, se jemi të marrë me një legjend që është atyet, edhe po tepër, ka qenë vetëm një javë, ka vazhdu sa 10 javë. 10 javë ka vazhdu. 10 javë ka vazhdu filmi, edhe kanë shku shumë e po, edhe pse vendi është shumë i vogël.
që ajo në ka bu mu një Ju ka mirë, se përmbush. është shumë e rëndësime nëj që njerëzit. Po du me shvizu dhe këto pak minuta që na ka mbet, me fol pak edhe për një projekt tjetër shumë të veçantë, për të dy, po për Antonetën më shumë, do shta Zona. Na trego pak më shumë rreth projektit, edhe cilat janë planet edhe me Zonën, po edhe në përgjithësi me projektet. Zona është projekti që e kumë bo në 2019, do me thonë veç u kry. Tash është do me thonë online, është në Tiranë. Mi zotë ka ecur mjaft mirë edhe vazhdon edhe sot me po, hala, në fakt, si vjetë i kom pas në 2-3 festivale, ma të vogla, zakonisht ka hala dikush e lypë dhe nuk ka përfundu. Nuk ka përfundu asë një herë. Jo, edhe tash është, do me thonë është prime, është online. Po tash jam tjetrin filmin që jam të përgatit, do me thonë me gjeru vitin ashëm. Filmin e dytë në Kosovë. Pra vazhdimisht të angazhu me projektet e tjera dhe viti jashëm njëj do tjetë për juve me projekte dhe ne me zi presim të shohim ato edhe të i bëjmë pjesë të pas ditës tonë. Do ndërkush po i lanë endë në shpi. Si përfundim, kështu ta përmbyllim. Së paku gjusë kohën. Gjusë më në kohë, sa? Ose ma shumë. Po tash kemi marrë e kuptova hera parë që kemi marrë banes me makinën që e lanë end edhe kjo është zgjedhje edhe më e mirë për të dyja. E kuptova përgjigje në mes tresh tash. Në rregull jemi. Po cili do të lanë je i kënaqur. Pastaj Vëndri tha. Je i kënaqur me burrin. Për larje të emve po ata vetëm këtu. Po mirë i lanë. Mirë i lanë, po mirë. E ka që, besoj, për ty është kënaqësime që jenë në Kosovë duke qenë në këtë vend ku ke ardhur në një periudhë shumë të vështirë, të luftës pas luftës me njëherë, dhe projektet nga atëherë dhe tash ka ndryshu shumë. Ti mundesh me e ditë mas mire dhe ndryshimin që ka pësu Kosova, kështu që çfarë mund na thuash për këtë rikthimin tënd në Kosovë? Tash që jam kthyer në 2025 është befasi të përkujtu që ka qenë kur jam ardhur në 1999. Është një botë krejt tjetër. Mirë po, edhe në atë kohë ka qenë një farë ndjenjë veçantë kur jam ardhur kam një vetës edhe me njëherë sikur me njërë stemen. Prapë kjo është njëjtë, veç ka përparu shumë, ka ndërtu shumë. Ndoshta disave, ndoshta tepër ka ndërtu, po është një ndjenje shumë e mirë me qenë këtu prapë. Mirë shumë, ne falenderojmë për kohën edhe për mundësinë. Kjo shumë kënaqësi që të risjellëm përsëri në Radio Televizionin e Kosovës. Ju urojmë shëndet edhe shumë suksese me filmin. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë.